Trump kërcënoi tërheqjen e trupave nga Gjermania. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar të tërheqë trupat amerikane nga Gjermania pas një përplasje verbale me kancelarin gjerman Friedrich Merz, i zemëruar nga deklarata e Merzit se SBA ishin poshtëruar nga Irani. Trump ka lënë kuptohet se mund të zhvendosë trupat amerikane drejt Evropës Lindore ose madje në Groenland, sipas burimeve të brendshme. Në një postim në platformën e tij Truth Social, ai shkroi se Shtetet e Bashkuara po shërtojnë redukimin e trupave në Gjermani dhe se një mendim pritet merret së shpejti. Burimet të afërta me administratën kanë sugjeruar se trupat mund të dërgohen në Poloni, Rumani, lindjen e mesme apo Groenland, një opsion që do shkaktonte alarm në Evropë, duke pasur parasysh se Trump ka përmendur më herët mundësinë e aneksimit të ishullit, pjesë e mbretërisë së Danimarkës. Përplasja nisi pasi Merz deklaroi se delegacioni amerikan ishte ndjerë i turpëruar pas dëshimit bisedimeve të paqes në Islamabad më 12 prill, duke thënë se një kombitër po poshtërohet nga udhëheqja iraniane. Ai kritikoi gjithashtu mungesën e strategjie dalje nga administrata Trump, duke e krahasuar me Afganistanin dhe Irakun. Trump reagoi ashpër duke akuzuar Merzin se nuk e di se ç'po flet, duke shtuar se ai nuk është çudi që Gjermania po ecën kaq keq, shtoi ai. Megjithatë, Merz ka insistuar se marrëdhënia personale me presidentin amerikan mbetet e mirë dhe pse ka pasur dyshime që nga fillimi i luftës në Iran. Lidhjet e Trump me udhëheqësit evropian janë përkeqësuar pasi ata kanë rezistuar përfshirjes në konfliktin e SBA-s dhe Izraelit me Iranin. Ai ka kritikuar publikisht kryeministin britanik Keir Starmer për refuzimin e përdorimit bazave britanike dhe bombarduesit amerikan, si dhe kryeministin italian Giorgia Meloni për mungesë guximi. Trump po shërton gjithashtu masa ndëshkuese ndaj NATO-s pasi aleatët refuzuan kërkesën e tij për të dërguar anije luftarake në ngushticën e Hormuzit.